2 metra qunë, stërvitje bënte, u ushqente mirë, shëndetshëm. Rallë hante kështu gjëna kur ishte për një koncert për rrugë për kështu. Hante një gjë të shpejt, por kështu u ushqente shëndetshëm. Si shpjegoj zoti Muça që një mosh kaq të re 40 vjeç pëson një arrest kardiak? Po pse i ati vetë nga se dish. Mos valë dhe i ati piti drogë. Se këta që nuk pëjqizin. Jo drogë, jo alkohol, këtë jam që pisin. Në base është të reshikuar, nuk e di. Nuk e di, bu kam qenë vetë në tavolinë, kur ka shtë ngu gjokësin. E bëri shumë. Nuk jam doktor, po me të thënë përgjigje si shpjegohet. Ata jam punde do të pyet një doktor si shpjegohet, jo Fredi. Ju ka folur një herë për babajnë e vetë se si ka ikur nga jeta? Shumë ka folur. Për edhe nënën e ka të mirë. Edhe nënën e ka të mirë Shpati. Më ka folur për bashkëpunimin që bënte i ati vetë me grupin Elita 5. I ati vetë ishte bashkujt tekste, muzike, kështë gjërësh. Ishte bashkëpunu me Elita 5. Edhe unë që ditë e kur më tha. Për dhe nënën e ka shumë të mirë. A kishte ndonjë merak që donte ta, ndonjë synim, ndonjë qëllim që donte ta realizonte një jetë? Më shumë për qunin, jo se ka një gjë të madhe quni, mos të bëjmë me larmant e kot, nuk ka një gjë të madhe. Thjesht është një lloj smuni që unë zita për këtej, nuk po flet. Unë kam pas një njeriu tim shumë të afërt, që kishte një gocë, që nuk po i flisë dhe ta u shqetësonin në rreth. Kaloi 5-6 vjet, i ku kaloi. Edhe dhe Shpati atë ditë për ne ke shku në Itali. Lesh thonë, jo ka qenë koncert, jo ka qenë këtu, jo po si ka muzika që me grunë e i ishte i ndam nga gruja. Shpati nuk e qenë i ndam nga gruja. Pati probleme parë sa kosh, se gjithë qiftet e kupton, po gjë që kaloi. Nuk është e ishi i ndam me gruan. A ditë ka qenë, është lehtësisht e verifikueshme. A ditë ka qenë me nusën e me qunin, e ka prit një miku vetë atë në Itali, edhe Shpati ishte me nusën, në dhomë me nusën e me djalin. Si ka ndodhur ngjarja, keni folur, keni pas komunikim me të afërmit e Shpatit? Jo, s'kam pas komunikim, po një helburime nga mrena, që më ta thëmë të më kanë thënë që është ndjerë keq. Është ndjerë keq, edhe sa ka një dhomë është shtrirë, edhe së jam mirë, dhe i të më duke se ka thënë, që më duke të së jam fërë sigur se s'kam qenë vetë prezent. Dhe nëse vetë ka njoftu të mikun, të shokun që unë nuk e njofë, se kam taku ne këtë shokun e Shpatit, se Shpati kishte shumë shok. Në Shqipëri, në Tiranë, kishte shumë, gjithë Shqipërinë. Dhe kur ka shku ambulanca ka gjetë pa jetë. Nuk kishte çfarë bënte më, është ambulanca. Edhe atë postimin që unë bërë aty, kishte arsye pse unë postova të zërin e Shpatit
mesazhin e fundit që më ka thënë Shpati më. Kur keni folur për herë të fundit me Shpatin? Ai mesazh ka qenë. Ai ka qenë mesazhi i fundit. Shkon të shpesh në Itali, shkon të vinte, ka qenë për koncert Shpati në Itali, apo sa fat për koncert, po ka qenë një javë para, është kthyer, pastaj ka marrë Këtë radhë ka shku direkt për djalin. Këtë radhë ka shku direkt për djalin. Vetëm për djalin, para javë, diçka e tillë, i javë dhe ditë që mos gabohem, ka qenë për koncert. Një natë dhe është kthy. Kurse këtë radhë ka qenë apo sa fat vetëm për djalin. Edhe këtë punë e drogës që unë nuk po shumë që për gjoj, duhet parashtu kështu. Absolutisht që po, se më radhë para Shpati nuk pinte as alkool më, jo, pinte drogë. Kishte kohë që nuk pinte as alkool, se nga që edhe fali 5 vaktet. Shpati që kur martu me Denusën Spromenti, se jam mirë, herova emrin, Selvin, dhe që më që është martu me të Shpati ktheu totalisht, dhe Shpati në prezencën time e përjetoi keq ndarjen me Afroditën. E përjetoi shumë keq. Dhe edhe nuk e di, aty ishte një periudhë keq për Shpatin. E vojti shumë, mësoi pijen. Është e vërtetë që atë e ka përdorur edhe lëndë narkotike, las në atë kohë. E përjetoi shumë keq, thoshte më vjen turp, thoshte, jo se s'ka ferma tjera, po më vjen turp. Se kishte sjedësh. Atëherë po është e vërtetë që Shpati ka përdorur. Po që ku martu, të shenë mrapa ju përkushtu familjes, fjalë u kujdesi për shëndetin, tash edhe shpar pak më para, që u qente shëndetshëm, vetëm në raste kur e kishte urgjent duhet më hongër, ne i gjë me fut, ne i gjë ngojë dhe tikim se u bombon. Vetëm atëherë hante për shembull me pisë në gjë kështu. Po do të shkonte edhe palese. Po gjëja që më ka bërë përshtypje ke Shpati, bile se kam pyet. Shpati u vishte bukur, kishte gusto, po të betohet Fredi që asnjë nga rrobat e Shpatit nuk shkon te Shpati ke firmatot. Nuk se trajtojnë thoshte 700 euro me blej mish. Ja, kjo shumë kishte gusto. Po jo me shpërdoru lekun. Një kot me ble një mish ose i gjup 1000 euro, marke, kështu firme. Jo, si ishte nga ta. Izvite, për jo marke. A gjënoftë është atjerë të kam buk pa hongër, unë të blej 2000 euro, 3000 euro gjup. Ose një kostumë. Që gjërësh. Nuk e gënjenin markat.